Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Ka nisur sot zbatimi i amnistisë penale në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Vlorë. Përfitojnë 9 persona. Prej tyre një i dënuar është liruar me njëherë, ndërsa 8 persona të tjerë kanë përfituar ulje të dënimit në varësi të kritereve të përcaktuara në ligjin për amnistinë penale. Ka nisur tashmë zbatimi i amnistisë, ndërsa përfitojnë persona të cilët janë në fund të vuajtjes së dënimit apo kanë kryer vepra të lehta penale. Një vendim i tillë është duke zbatuar edhe në institucionin e vuajtjes së paraburgimit në qytetin e Vlorës, në cilën përfitojnë 9 persona. Një prej tyre është liruar me njëherë, ndërsa 8 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi. Nga amnistia e miratuar në parlament përfitojnë kryesisht persona të cilët kanë kryer vepra të lehta penale ose persona të cilët janë në fund të vuajtjes së dënimit. Nuk do të përfitojnë nga amnistia persona të cilët janë ende në shqyrtimin e dosjeve dhe veprave tyre penale nga SPAK. Zbatimi i amnistisë penale ka nisur dhe në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Vlorë, ku një numër të dënuarish dhe të paraburgosurish kanë përfituar nga dispozitat ligjore. Në paraburgimin e Vlorës përfitojnë gjithsej 9 persona, prej tyre një i dënuar është liruar me njëherë, ndërsa 8 persona të tjerë kanë përfituar ulje të dënimit që varion nga 1 deri në 2 vite, në varësi të kritereve të përcaktuara në ligjin për amnistinë penale. Ndërkohë dhe 2 persona të tjerë që po vuajnë dënimin në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Vlorë janë ende në proces shqyrtimi nga organet kompetente, të cilat do të vendosin nëse plotësojnë kushtet ligjore për të përfituar ulje të dënimit. Personi që është liruar ka vuajtur rreth 2 vite burg për veprën penale të kalimit të palishëm të kufirit për persona të tretë, pas hyrjes në fuqi të amnistisë penale dhe verifikimit të kritereve ligjore. Ai ka përfituar lirimin nga vuajtja e pjesës së mbetur të dënimit. Zbatimi i amnistisë penale nisi më njëherë pas miratimit të saj në kuvend. Në të gjithë vendin pritet të përfitojnë 541 persona, të cilët do të lirohen nga institucionet e vuajtjes së dënimit, ndërsa qindra të tjerë përfitojnë ulje të masës së dënimit. Siç mësohet, ka ende persona që janë në proces shqyrtimi për të përcaktuar nëse plotësojnë kriteret për të përfituar nga amnistia. Nga ana tjetër, nuk përfitojnë nga kjo amnisti personat që janë në hetim ose në gjykim për vepra penale që janë në kompetencë të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK, si dhe kategoritë e tjera të përjashtuara me ligj. Dhe qëndrojmë po në këtë temë në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale Fier. 104 të dënuar janë liruar nga vuajtja e mëtejshme e dënimit, ndërsa rreth 210 të dënuar të përfitojnë ulje dënimi me 1 vit, e cila do të zbritet nga periudha e mbetur. Ekzekutimit të vendimeve penale në Fier. Pas shqyrtimit të dosjeve të gjithë të dënuarve me vendim penal të formës së prerë, komisioni i ngritur për zbatimin e ligjit vendosi që 104 të dënuar të lirohen nga vuajtja e mëtejshme e dënimit, ndërsa rreth 210 të dënuar të përfitojnë ulje dënimi me 1 vit, e cila do të zbritet nga periudha e mbetur. Sipas njoftimit të drejtorisë së institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale Fier, pjesa më e madhe të liruarve janë dënuar për vepra penale me marrë të ulët dhe mesatar dënimi. Nga amnistia përfitojnë gjithashtu edhe 2 shtetas të huaj, pakistanezi Asad Ali, i dënuar për ndihmë për kalim të palishëm të kufirit, dhe rumuni Florian Balanescu, i dënuar për trafikim të lëndëve narkotike. Mes përfituesve janë edhe të dënuar me masa të larta dënimi, të cilët në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit u kishte mbetur vetëm më pak se 1 vit për të vuajtur. Bëhet fjalë për Luan Fushën, i dënuar me 25 vite burg për vrasje me paramendim, i arrestuar në korrik të vitit 2008, si edhe Erlit Kegën, i dënuar me 14 vite burg për vjedhje me dhunë, i arrestuar në vitin 2014. Nga amnistia përfitojnë gjithashtu edhe 7 të dënuar mbi moshën 60 vjeç, të cilëve u kishte mbetur më pak se 1 vit nga dënimi për të vuajtur. Në ambientet e jashtme të burgut prisnin familjar, ndërkohë që të liruarit e kanë vlerësuar amnistinë si pozitive. Me çfarë do t'ikësh? Ku dëgjon në makinë qasit që djemë dy? S'ke njeri që të pres? Po se dim familjarën, po një se më rëmi. Sa e keve dënimin, sa kohë? 2 vjet, 2 vjet, e sa të kish mbetur? edhe 4 muaj. Si e vlerësoni amnistin? Faleminderit që në ndërën. Stafi këtu më rregulluar. Çfarë të pret tani kur të vesh në shtëpi, çfarë Po ku dëgjon e mos të desin përpara të shiti, ku dëgjon? Ti Sa vite vuajtë dënimin këtu në IEVP Fier? 3 vjet. Për çfarë është dënuar? Shkelet ligjit. Sa përfituat?
2 muaj. Si e vlerësoni amnistin? Po hajde, mëshirë, Ku do shkoni sot? Në cilin qytet? në Tepelen. Ju pret familja jush? Natyrisht. Personale, sepse mund të rikthehen prapë. Në Shqipëri nuk mund të jetosh dot. Njerëzit pa përkrahen që jetojnë dot pa shkelur ligjin. Se? Ty se thash? Po më fal. Duhet jesh më i Do kështu. në Shqipëri pa shkelur ligjin? Po, Se? po nuk jeton dot njeriu pa përkraje. Po se Shqiptare to kjo është Shqipëria, nuk e dini ju? Nga e di, nuk je shqiptare? janë. Çfarë pune do bësh tani që dole? Nuk e di. Mbash familjen. Nuk e di. Çfarë do mbash familjen tënde? Nuk di. Këto janë senator persona, pse i Po, merr? kanë të tjera. Nuk ja dhuro ata. Ose bën vakit kthehem prapë, ku ta dish. Të blej gjithmonë? Atëherë kjo do thotë që nuk është bërë mësim. Si? Nuk është bërë mësim burgu. Si burgu mësim, çdo më thon fjala mësim. Atëherë për të mos ardhur më këtu. A bën vaki njeriu të mësohet, të mos mbijetoj? Këtë, e llogarit do ti? Sipas Pikë së parë jemi rob të Zotit që don të jetojmë. Pastaj jemi rob të ligjit. Falni, sa të është. Nëse neve nuk zgjidhim problemet kryesore të jetesës, miru çfarë do bëj? Atëherë ju keni patur probleme Si, ekonomike që Si arritët problem? deri këtu. po të gjithë probleme ekonomike. Nuk mësove një zanat. Edhe ti me probleme ekonomike. Edhe ti sklave një që si unë. Po në Po burg ti je nuk vi ama. sklave shpije. Sklavët e shtëpisë janë që më të përkëdhelur. Kanë mundësi mbijetese. E kanë zgjidhur mbijetesën, kurse populli thjesht e ka zgjidhur mbijetesën. Ta dish. Zotri, nuk mësove dot një zanat. Tani jetu ti të Tani këtu unë jam me zonat që nga 78. Cili është profesioni juaj? Shofer. Shofer kanë. Jo, do nuk as kena ligjin olla. Një aksident me pasojë vdekje është regjistruar mbrëmjen e martë në aksin rrugor Vranisht Vlorë, në qendër të fshatit Vranisht. Automjeti që drejtohej nga një 59 vjeçar banues në Vranisht ka aksidentuar këmbësoren 80 vjeçare. Rreth orës 22 në qendër të fshatit Vranisht, ku një automjet ka përplasur një këmbësore të moshuar. Sipas informacionit të policisë, automjeti drejtohej nga një 59 vjeçar banues në fshatin Vranisht. Në rrethana që mbeten ende për t'u sqaruar, mjeti ka aksidentuar një 80 vjeçare, e cila po lëvizte si këmbësore në qendër të fshatit. Përplasja ka rezultuar fatale për të moshuarën, si pasojë e dëmtimeve të rënda të marra. Ajo ka humbur jetën e vendngjarje, pa mundur të transportohet drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Megjithatë, pas ngjarjes, në vendin e aksidentit mbritën shërbimet e policisë dhe grupi hetimor. Zona është mbajtur nën kontroll për kryerjen e veprimeve procedurale, ndërsa janë administruar provat që mund të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të dinamikës së aksidentit. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në komisariatin e policisë ku po merret në pyetje dhe po kryen veprimet e mëtejshme procedurale. Autoritetet pritet të përcaktojnë nëse shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia, mungesa e ndriçimit, pakujdesia apo faktorë të tjerë. Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin e plot të rrethanave të ngjarjes, përfshir pozicionin e automjetit, vendin ku ndodhej këmbësorja dhe kushtet e qarkullimit në momentin e përplasjes. Zjarri në fshatin Novosel, i cili nisi mesditën e së martës, vijon të mbetet aktiv edhe gjatë mëngjesit të kësaj të mërkure. Tymi i zi ka mbuluar sërish zonën duke treguar se zjarri vijon të jetë aktiv në disa pjesë të territorit, ndërsa ekziston rreziku i që flakët të riaktivizohen dhe të përhapen sërish. Mërkure, një vatër zjarri fillimisht me përmasa të vogla u përhap me shpejtësi, si pasojë erës duke përfshirë sipërfaqe të konsiderueshme me pemë, shkure dhe bimësi të thatë. Flakët u përhapën kryesisht në zonën pranë linjës e kurrëdore, ku shkrumbuan sipërfaqe me pemë dhe bimësi. Për shkak të drejtimit të erës dhe temperaturave të larta, zjarri avancoi me shpejtësi, duke ju afruar banesave dhe bizneseve të fshatit Novosel. Në vend ngjarje mbritën fillimisht një mjet zjarfikës, por për shkak të përmasave që mori zjarri dhe vështirësive në teren, u kërkua mbështetje e forcave të tjera. Më pas në zonë mbritën dhe 2 mjete të tjera zjarfikës, të cilët u angazhuan në izolimin e vatrave dhe në parandalimin e përhapjes së flakëve drejt banesave dhe bizneseve. Forcat zjarfikëse punuan për disa orë deri në orët e vona të mbrëmjes për të vënë situatën në kontroll. Ndryrja u përqendrua në pikat më problematike, pavarësisht erës dhe tymit të dendur. Zjarfikësit arritën të shmangnin rrezikun e drejt për banesat. Me rënien e errësirës, ndërhyrja në teren u bë më e vështirë për shkak të mungesës së dukshmërisë
mjedisis dhe rrezikut për efektivët, forcat zjarfikse u tërhoqën nga zona, pasi kishin arritur të izolonin pjesën më të rrezikshme të zjarrit dhe të shmangnin për hapjen e tij drejt banesave. Megjithatë, vatra nuk u shua plotësisht. Mëngjesin e së mërkurës, tymi i zi mbuloi sërish zonën e Novoseles, duke treguar se zjarri vijon të jetë aktiv në disa pjesë të territorit për shkak të thatësirës, temperaturave të larta dhe pranisë së bimësisë së djegshme. Ekziston rreziku që flakët të riaktivizohen dhe të përhapen sërish. Një mjet i forcave zjarfikse ka mbritur në vendngjarje me qëllim izolimin e plotë të vatrave dhe shuarjen përfundimtare të zjarrit. Ndryrja do të vijojë dhe në zonat ku ka ende trungje shkure dhe materiale të tjera që vazhdojnë të digjen apo të nxjerrin tym. Shkaqet e rënies së zjarrit mbeten të paqarta. Pas shuarjes së plotë të vatrave, pritet të kryen verifikimet për përcaktimin e origjinës së flakëve, ndërsa situata vijon të monitorohet nga forcat zjarfikse dhe autoritetet vendore. Edhe pse gjatë aksit të Transballkanikës jetojnë mbi 5.000 banorë, si edhe funksionojnë 1.000 biznese, në zonë mungon linja e transportit urban. Banorët kërkojnë vendosjen e linjës së transportit që të përshkojë gjithë aksin, që sipas tyre është nevojë emergjente. Lloqet e banimit për rreth, por pavarësisht numrit të lartë të banorëve dhe bizneseve në këtë segment, mungon linja e transportit urban. Banorët e zonës thonë se kjo gjë i kushton, pasi sipas tyre mungesa e urbanit bën që të mos kenë mundësi shtesë për të shkuar në një destinacion. Jo çdo kush, sipas banorëve, ka një automjet, teksa ka edhe persona me probleme të shëndetit fizik, të cilët nuk ecin dot në këmbë, ndaj linja e transportit urban është thelbësore për ta. Banorët kërkojnë vendosjen e linjës së transportit që të përshkrojë në total aksin transballkanike. Sipas tyre, kjo është një nevojë emergjente që e gjithë zona ka. Unë jam nga më të vjetrit të bloqet e banimit. Mungon krejtësisht. Edhe kur vjen me hape, jo gjithmonë si çdo të vi, me orar. Mundësit janë, nuk është se s'janë për ta bënë një autobus. Apo 2 autobusa. Këtu autobusi nuk ka munguar dikur. Ka pasur autobus. Këtë punë mund ta zgjidhni shumë mirë juve që jeni gazetar, mund ta zgjidhni lart tek bashkia. Urbani po patjetër. Patjetër se ka prekje, ka mine që jemi të fortë dhe lëvizim e bëjmë, po ka edhe prej, ka edhe fëmijë. Taksin jo, nuk e kanë mundësin taksis. Këteja nuk kam parë, jo. Nuk kam parë. Kam se kam fëmijë këtu, kam djelë. Si të ja beja në këmë dërodhesha. S'kam të njohur tjetër se unë jam e ardhur. Bani duhet edhe për pensionistat kam një mendim. Po të aolin atë e letën se unë 100.000 lekë marë se jam në kooperativa. Kam punuar gjithë jeta. Më ka grisur kasma e lopata, e misri, e gruli, se në fshatin tonë nuk ishte as makinë, as një gjë. Se përvalloj do të sëdoj që janë plakë. Kemi shumë fukarej, shumë me hale, njeri s'na i qanë hali, s'ke që bëjmë. Ne kemi në vërgojnë edhe ja fështojmë në Derebra. Ka 5 vjetë të ku ka autobus fare të. Ata që kanë kështu që venë në punë e shu, po ne pensionistat e shu, ne dalim për shqyrë konës, se nuk e ndjejmë me dhe në drejtët e shu. Autobusi duhet, po din e. Autobusi duhet për orarin e punës e për të lëvizur njerëzit e se ka të më shorë që të lëvizit dorët. A tjetër duhet jetë. Se do mos doshëm. Ju nuk e di, po ande e shumë i kulturuar shërbimi, në qëndër. Është tulla u iftot, duhet të kaloj, kalon. Ne duhet të ketë edhe këtej se shgogjajmi këtej. Po, ka lëvizje, pallatet, shiko sa të mira, të bukura, njëra pas tjetrës. Për këtë zonë, këtej është i domosdoshëm. Me siguri, po si duket se kanë filluar pa dhe ata din të urbanistikës. Filloj edhe këtej. Është plazh i vjetër, që ja unë tani duhet isha në orën 10 jem ati, duhet të hypja me plazhin e vjetër, po duhet të hypësh tek Sazani, që ti biesh vërdall dhe të sosesh. Linja e transportit urban në Transballkanike mungon prej më tepër se 5 vitesh. Sipas informacioneve, kompania e cila ka fituar të drejtën e kryerjes së këtij shërbimi në qytet e argumenton këtë me faktin që nuk ka klient, pavarësisht se përgjatë aksit janë disa prej blloqeve më të mëdha të banimit të qytetit, si 24 maj, kushtrimi, por edhe 1 maj. Shqipëria, destinacioni më i lirë në Evropë për këtë verë, kështu shkruhet në median katalana se El Nacional, sipas të cilës Shqipëria është një destinacion që po zgjon gjithnjë më shumë interes, por që ende mbetet larg flukseve të mëdha turistike në mesdhe.
Shqipëria, destinacioni më i lirë në Evropë për këtë verë, gjire parajsore, hotele me 10 euro dhe vakte me 5 euro, plazhe që rivalizojnë Karaibet, gastronomi e pasur dhe disa nga shtigjet më spektakolare për ecje. Kështu shkruhet në median katalana se El Nacional, sipas së cilës Shqipëria është një destinacion që po zgjon gjithnjë më shumë interes, por që ende mbetet larg flukseve të mëdha turistike të mesdheut. Sipas El Nacional, ky vend ballkanik po fiton gradualisht reputacionin e një prej parajsave të fshehura të mesdheut. Riviera shqiptare shtrihet nga veriu në jug të vendit, ku ndodhet një nga sitjet arkeologjike më të rëndësishme, Rënojat e Butrintit. Një nga zonat bregdetare më të njohura ndodhet në jug, në Ksamil, ku plazhet me rërë të bardhë dhe ujëra të kristalta mahnisin çdo vizitor. Duhet pasur parasysh se shumica e plazheve në Shqipëri janë private dhe për të shfrytëzuar ato është e nevojshme të merret me qira një shezllong dhe një çadër. Megjithatë, nuk ka arsye për të shqetësuar, pasi çmimi zakonisht varion nga 5 deri në 8 euro për gjithë ditën. Ky është një çmim që ja vlen për komoditetin që ofrohet. Ksamili ndodhet përballë ishullit grek të Korfuzit dhe frekuentohet si nga turist vendas, ashtu edhe nga vizitor nga e gjithë bota, veçanërisht nga Italia. Ksamili është gjithashtu një piknisje ideale për të vizituar atraksione të tjera turistike shqiptare si Syri i Kaltër. Ky është një atraksion shumë i njohur turistik, ku uji me ngjyrë blu i burimit mund të shihet në një thellësi prej më shumë se 50 metrash. Vlen të theksohet se zhytësit kanë arritur deri në 50 metra thellësi, por ende nuk është përcaktuar vërtet se sa e thellë është kjo grop natyrore. Po ashtu, aty pranë ndodhet edhe parku kombëtar i Butrintit, i shpallur trashëgimi botërore nga UNESCO, përfundon shkrimin media katalana se El Nacional. Një peshk gof me peshë rreth 27 kg është kapur paraditën e së martës në ujërat e Vlorës nga peshkatari me shtiz Armando File, sipas të cilit ju deshën mbi 30 minuta për ta nxjerrë në sipërfaqe për shkak të përmasave të mëdha. Një peshk gof me peshë rreth 27 kg është kapur paraditën e sotme në ujërat e Vlorës nga peshkatari me shtiz Armando File. 50 vjeçari ishte zhytur në zonën e njohur si Spitaliera pranë Radhimës, në afërsi të anijes italiane të mbytur, kur hasi një tuftë peshqish gof. Sipas tij, ai arriti të godas njërin prej tyre në pjesën e kokës me shtiz, por ju deshën mbi 30 minuta për ta nxjerrë në sipërfaqe për shkak të përmasave të mëdha. Përshëndetje. Prezantohem, më quhen Armando File. Faqja është Peska Sub Armando File Vlorë, dhe të tregoja sot për këtë ditën e peshkimit. Vemi tek vendi i peshkimit, Minjërelit, ujëra po ishin shumë të buka. Në një moment të caktuar më vjen dy gofa, dy të tilla. Qëlloj njërën nga këto, siç e shihni, është qelluar në mbas koke. Shtiza nuk e kaloi, është qelluar këtu, shtiza nuk e kaloi në krahun tjetër, filloi të trishte gati gjysmore triq e lësho, sa më afroi, pastaj siç e shikoni në kokë, e mbarova me pika se nuk ka vend të luftoja. Pas nxjerrjes nga deti, peshku u transportua në qendrën e peshkimit në Radhim. Kjo nuk është hera e parë që Armando Fili bëhet i njohur për kapjen e një peshku të përmasave të mëdha. Pak kohë më parë ai tërhoqi vëmendje pasi kapi një tjetër gof gjigant në zonën e Lungomares, pamje që u shpërndan gjerësisht në rrjetet sociale. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.